Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Pyetja është, a lejohet rukjegjiu me marr parën? Lejohet me marr parë, mirë po duhet edhe mos me tepru. Për atë duhet edhe me shiqu situatën faktike të njerëzit në përgjithësi, se në ditën e sodit njerëzit nuk kanë aq pasuri sikur që tregohet se disa prej rukjegjive caktojnë një sumë të madhe pareve. Mirë po, në esencë lejohet me marr parë rukjegjiu. Argumenti kena, do me thonë, disa raste që janë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet i kemi në Buhari dhe në Muslim, ku disa prej shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë udhëtu dhe kanë zbrit me një vend dhe në afërsi ka qenë një prej fiseve, kryetari i fisit ka qenë i smur dhe njëri prej sahabëve i ka bërë rukje dhe ka marrë shpërblim për ket. Edhe kjo është, domethënë, një prej argumenteve se lejohet, mirë po në ditën e sodit duhet me pas parasysh. Nëse i bën rukje 20 minuta, atëherë duhesh me pas parasysh mos mi caktuan një sumë të cilën nuk është në gjendje me pagu dikush. Mirë po, a arritet qëllimi me 20 minuta nëse i bën dikuna rukje? Jo. Kjo është jo. Prej provojës se tregoj se nuk mundesh askuj me arrit qëllimin. Te askuj nuk mundesh me arrit qëllimin derisa nuk i lexon pak më tepër rukje. Në disa prej rasteve ju duhet për shembull 50 saat mi lexu rukje, që me pas pak efekt, ose sikur që ai sahabiu i cili ka lexuar 3 ditë me ran rukje, i cili normal në fund ka pas efekt dhe për atë edhe ka marrë shpërblimin. Nëse është në këtë mënyrë, atëherë mund të ja caktojë. Mirë po, nëse vjen 20 minuta, ai cakton një sumë të madhe dhe nuk i kryen punë as pak dhe nuk i ndihmon këtij personit, atëherë nuk e di sa është e lejueshme në këtë mënyrë ju marr njerëzve parë. Mirë po, në esencë, sikur që treguam, në esencë lejohet rukjegjiu marrë parë duke pas parasysh situatën e njerëzve, se normal ai i cili mirret me punën e rukjes duhet ta ketë parasysh edhe anën tjetër, shpërblimin tjetër, të cilën e pret në ditën e gjykimit, nëse njerëzve ja vlerëson kur janë në raste të vështira. Posaçërisht një muslimanit i cili është në rast të vështirë, atëherë nuk duhet, pse e ka një sprov, edhe sprovën tjetër është ajo e cila shumica prej tyre i lypin parë shumë të mëdha. Kjo është mendimi jam personal, në këtë rast duhet me lënë të lirë, sa do ai ne ta japë një hedije, mirë po kthehemi asaj, do me thonë sikur që e tham, e shes sipas situatës, atëherë në sens i lejohet rukjegjiu i cili lexon rukje, i cili është përcaktuar vetëm për këtë punë, që t'ju marrë parë njerëzve. Mirë po, gjithë kjo le të bëhet, do me thonë, si me drejtësi, që mos teprohet dhe mos t'i lype njerëzve atë çka nuk mujnë me siguruan. Allahu subhanahu wa ta'ala na uzoft në rrugën e drejtë, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.